Vllaznia do të luajë mbrëmjen e së dielës në orën 20, një sfidë të rëndësishme dhe të shumë pritur si ajo gjysmëfinales ndaj Dinamos. Sytë e të gjithë shkodranëve do të jenë të drejtuar nga arena kombëtare ku të pranishëm në stadium pritet të jenë 6.000 tifozë të Vllaznisë. Trajneri Tomas Berdarić, duke folur në këtë pragndeshje, u shpreh bindur se Vllaznia do të fitojë dhe do shkojë më tej. E dim që është një ndeshje e madhe ndaj Dinamos. Kemi punuar fort për të hedhur hapin e madh atë të arritjes në finale. Duhet të japim më të mirën tonë për të qenë në finalen për titullin kampion. Objektivi ynë është të vazhdojmë këtë rrugtim. E dim mirë rëndësinë e ndeshjes dhe duhet të bëjmë çdo gjë për të arritur fitoren. Vërtet, ne kemi edhe avantazhin e barazimit, por ne shkojmë vetëm për fitore. Gjithsesi, do të ruajmë një balancë si në mbrojtje ashtu edhe në sulm. Nuk duhet të mendojmë fare për barazimin, por për ta fituar ndeshjen. Kemi luajtur edhe 6 herë të tjera me Dinamon dhe skuadrat e njohin mjaft mirë njëra tjetrën, por kuptohet që çdo ndeshje ka specifiken e vet dhe këtë herë ne do të tentojmë me çdo kusht fitoren. Berdarić shtoi se shpreson shumë që ai dhe futbollistët e tij të bëjnë realitet ëndrrën e tifozëve për të parë Vllaznin kampione. Për ne si staf nuk është koha të ndërrojmë, është koha që të jemi 100% të fokusuar së bashku me skuadrën, që të bëjmë atë që duhet në fushë dhe më pas të marrim rezultatin e duhur. Nuk e kemi mendjen as pak tek finalja e 12 majit, por vetëm tek ndeshja me Dinamon. Fokusi ynë është vetëm në këtë ndeshje dhe shpresoj të shkojmë në finale, që më pas të bëjmë realitet atë çfarë ndërrojnë tifozët. Unë besoj se Vllaznia do të jetë në finale dhe bashkë me mua beson edhe e gjithë skuadra. Në këtë ndeshje Vllaznia shkon e favorizuar, teksa për të kaluar më tej përveç fitores, i mjafton edhe barazimi përballë Dinamos.